Një shoku im nga Tirana kishte parë memorandumin e Kuqit, edhe më shkruajti po si ka mundësi dha që mandatin e 9 të Vlorës e vure me 50%. I thash, pse si ka mundësi, tha, Vlora, tha, mos nxjerri 9 mandate për ty, tha, edhe për Partinë Socialiste, kjo s'ka mundësi. I thash, ti nuk i njeh Vlojatën, i thash. Prandaj, i thash, mendon që kjo punë është kaq e thjeshtë. Vlora, i thash, mund të nxjerrë edhe 10 mandate. Problemi është, i thash, si të nxjerrësh Vlorën nga shtëpia. Dhe unë dua ta nis duke thënë që çdo vlonjat dhe çdo vlonjate në 11 maj duhet ta lërë për një moment të vërtetën e madhe që i di vetë më mirë të tëra, edhe duhet të dal nga shtëpia. Duhet të dal nga shtëpia se mua ma hamendja që me tërë këto transformime që janë bërë Vlorës, e me tërë këtë nam që i ka dalë Vlorës anë mban Shqipërisë, e me tërë atë xhelozi që është krijuar për Vlorën për shkakun tim, nuk është mirë që Partia Socialiste të ngjitet në 80 e në 80 e kusur mandate dhe Vlora të mbetet prapë te 8-a. Kështu them unë. Po unë e di që vlonjatët i dinë më mirë vetë të tëra